Kurti, me njerë pas përfundimit të seancës së sotme, gjithçka tashmë në dorë e ka presidentja e Republikës së Kosovës zonja Vjosa Osmani, se çfarë do të ndodhe nëse do të thras një seancë tjetër apo konsultime me palët politike. Një analist e tim për këto zhvillime në pak orë na e sjell zoti Dorajeti Meri, politolog. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Mirë se gjitha, faleminderit për mundësinë. Ishte e parashikueshme fillimisht që kjo seancë sot me konstituimit të kuvendit të dështonte, se shumë skenar pati se çfarë mund të ndodhë sot. Megjithatë, mos votimin si e pat edhe nga ana e opozitës, edhe pasuar me këtë reagim të zotit Kurti që akuzon opozitën. Në kuvendin e Kosovës disa dokumentacione përkatësisht disa vendime kaloi me shumicë të thjeshtë. Përkatësisht një vot më shumë se sa gjysma, 61 veta. Po të ishin 61 vota dhe raporti do të kalonte. Shumica e re në kuvendin e Kosovës nuk i ka 61 deputet. Pra kjo ishte testi i parë për shumicën e re të presupozuar dhe kjo shumicë nuk është arritur ende. Pra zoti Kurti nuk e ka shumicën momentalisht në kuvendin e Kosovës. E kuptoj. Pra, ajo që ndodhi sot këtë na tregoi, atë që edhe deputetët e opozitës apo liderët e partive PDK, LDK apo edhe AK thanë më herët që Kurti nëse arrin të propozojë emrin e kryeparlamentarit do të thotë që i ka 61 vota. Fakti që nuk arritëm në këtë pikë do të thotë që Kurti akoma nuk i ka emrat apo numrat për qeverinë e re. Ashtu është. Megjithëse kanë mbetur ende për të diskutuar detajet, ka pasur shumë diskutime në 24 orët e fundit, ndoshta në 2 ditët e fundit, se si do të mund të operojë ndryshe. Deri tash nuk ka një marrëveshje të shkruar në mes të lëvizjes vendosje dhe nismës socialdemokrate. Megjithëse ata dëshirojnë që të ketë diçka të shkruar ose diçka që është e formalizuar mes tyre. Në anën tjetër, deputetët e partive pakicave, jo serbe, duke e parë rëndësinë që kanë në formimin e shumicës së re parlamentare dhe rredimisht edhe votimin e qeverisë, kanë krijuar obstruksione të papritshme, të papritura dhe do të thënë tepër të kushtueshme, që e bën edhe më të vështirë konstituimin e parlamentit dhe më vonë edhe formimin e qeverisë. Deri atëherë, mbetet të shihet që se do të negociohet më tutje. Praktikisht, seanca nuk ka filluar ende, sepse do thotë nuk kemi nevojë për një seancë dytë, më falni, sepse kjo seancë do të vijojë edhe më tutje, pra në një moment kur do të mund të konsiderohej si e përshtatshme për të gjitha palët e përfshira tashmë në këtë proces. Tani kush e thret përsëri seancën? E thret zoti Konjufsa se njëci Kurti edhe kabineti i tij qeveritar më pas sot kanë dorëzuar dorëheqjen. Kjo çështje tashmë është kryer dhe ata nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë, natyrisht do të ketë një dakordim në mes të subjekteve politike dhe ndoshta edhe roli i presidentit do të jetë e rëndësishme në këtë mes për të pas ta themi ndikim për të çuar drejt thirrjes një seance të ardhshme kur do të mund të ndodhë. E kuptoj. LDK, PDK, AK, do të thënë të gjitha partitë në opozit i pat sot të shkuar të përgatitur për këtë skenar në kuvend, se zoti Haradinaj për shembull e tha që unë do të jem në parlament, por nuk do të votoj për kryeparlamentarin e ri dhe duke sikur të njëjtin skenar ndoqën edhe partitë e tjera në opozit. Pra, ishte i mirë menduar çdo qëndrim i tyre sot në parlament, pra edhe fakti që qëndroni në kurriz me njëri tjetrin, asnjëri prej tyre nuk u përshëndet me zotin Kurti, se çdo lëvizje sot në kuvend është komentuar edhe është parë si lëvizje pro Kurtit apo kundër Kurtit. Ashtu është, kjo është zgjatim i një diskursi tashmë të ndërtuar prej kursh në Kosovë. Unë më shumë e shoh si një mungesë të përgatitjes nga shumica se sa një përgatitje nga opozita. Sepse unë konsideroj që partia që ka fituar zgjedhjet përkatësisht ai që sonon të ketë shumicën në Kuvendin e Kosovës është dashur të jetë tepër e intensifikuar në çdo përpjekje për të arritur shumicën e re. Nga koha kur është parë rezultati preliminar, deri në vitin që po flasim ka kaluar shumë kohë. Dhe unë konsideroj që është dashur prej atëherë lëvizja vendosë të bëjë çdo veprim të nevojshëm që të sigurojë shumicën aktuale. Natyrisht nuk ka mundur të pres pambarimisht për të prodhuar një rezultat ndryshe ose të pritet ndonjë vullnet individual i njerëzve. Pra është dashur që të flitet individualisht me secilin deputet të pakicave, jo serbe, pastaj zotin Rashi që është nga komuniteti serb dhe që është i gatshëm të votojë qeverinë dhe parlamentin e ri, dhe në anën tjetër të flasin edhe me nismën socialdemokrate se si të veprohet për të mos ardhur në këtë situatë. Duke qenë se nuk ka prodhuar një rezultat dhe megjithatë për shkak të kostës së madhe që ka ai rezultat për çfarë po flasim, e kam thënë kostës politike sepse të gjithë prej tyre dëshirojnë që të kenë postë ministrore dhe kjo pothuajse është e parritshme ose e pamundshme për momentin, ndoshta edhe kjo mund ta rrezikojë skajshmërisht edhe formimin e një shumice të re në Parlamentin e Kosovës. Çfarë ndodh nga se
që Kurti ka patur mbi 2 muaj kohë për të bërë dhe për të realizuar të gjitha negociatat apo për të bërë ftesa dhe takime, këtë e dim. Çfarë ndodh nga sot? Se zyrtarisht u tregua, siç ju e nisët këtë bisedë, që lëvizja vetëvendosje nuk i ka 61 vota. Kjo do të thotë që e gjithë situata bllokohet qysh në hapin e parë, pra në konstituimin e kuvendit të ri të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Çfarë ndodh nga sot dhe ju e përmendët pak më parë, megjithatë dua që të ketë një peshë më të madhe. Çfarë roli ka nga ky moment presidentja Osmani? Presidentja Osmani ka rol të vazhdueshëm në procesin e konstituimit të institucionit të Republikës së Kosovës. Pra që nga koha e thirrjes së seancës dhe deri tek zgjedhja e përkatësisht nominimi i kandidatit për kryeministër, ajo është rol kyç, sepse është e para e vendit dhe këtë rol e ka. Prandaj ne nuk kemi pasur kurrë deri në ditën që flasim një situatë të tillë kur kemi dështuar që në ditën e parë ka ndodhur që është vonuar nominimi i kandidatit për kryetar të kuvendit, por s'ka ndodhur që të mos votohet raporti fillestar. Pra praktikisht ata kanë votuar kundër raportit, përmes së cilës ata vetë do të jenë, si ta themi, ata të cilët do të bartin postet e deputetëve. Por ka një hile edhe më të madhe pranë kësaj. Dhe me gjas kjo lidhet ekskluzivisht me faktin pse ndoshta deputetët aktual që deri dje kanë pas, ose deri sot në mëngjes kanë pas poste ministrore ose kryeministrore, nuk kanë dhënë dorëheqje në momentin e certifikimit të rezultatit. Sipas ligjit për qeverinë, në 26 thotë që çdo kush që ka fituar një mandat një ditë para certifikimit të tyre duhet që të jap dorëheqje nga posti ministror. Ndërkaq në 29 e thotë të kundërtën. Pra ka një dikotomi ose dy kuptimsi ligjore të ligjit për qeverinë. Dhe me që tash kjo situatë është kësaj, ata po dëshirojnë me gjas, partitë opozitare dëshirojnë që të mos e votojnë raportin sipas së cilës tashmë këta janë deputetët që kanë fituar mandatet, duke synuar që të njëjtën ta qesin në një kontekst të caktuar, do të thoya edhe kushtetues. Me gjas do të mund të ketë edhe ndoshta dërgim deri te gjykata konstituese për mandatin e këtyre deputetëve në radhë dhe në veçantë flasim për kryeministin Kurti dhe ministrat e tij. Zoti Meri, po çfarë fitojnë liderët e opozitës duke u sjellë në këtë mënyrë, sepse është i pamohueshëm fakti që në zgjedhjet e nënshkurtit shumicën e fitoi Albin Kurti me 48 deputet. Tani, çfarë fitojnë ata duke mos votuar as të paktën në seancën konstituive të kuvendit, se rrezikojnë të humbasin edhe mandatin e tyre? Po supozoni që jemi shoqëria si finlandeze ose daneze. Kjo shoqëria jonë dhe këta janë liderët tanë politik faktikisht. Këta çfarë dëshirojnë që të kenë disa fitore të vogla elektorale, do të thoya, ose politike, të cilat me këtë dëshirojnë të tregojnë që zoti Kurti nuk ka arritur që të ketë fituesi këtyre zgjedhjeve. Praktikisht aty po mund të atij që të themi të mund të formojnë shumicën e rreth në parlamentin e Kosovës, dhe kjo pastaj do ta vendosë Kosovën në një krizë të thellë politike, sepse nëse nuk do të mund të kishte statimi nominim për të nga partia fituese e zgjedhjeve, atëherë do të vendosë roli presidentit të vendit, i cili më vonë do të mund të jetë përcaktues për komplet proceset politike të Kosovës. Megjithatë do të merr edhe konnotacion kushtetues kjo situatë. Praktikisht Kosova me këtë rast nuk do të ketë institucione funksionale dhe do të mbetet vetëm në kuadrin e ushtrimit të detyrave të këtyre përgjegjësive që kanë pasur deri tash. Pra çfarë duhet të them shkurt edhe shqiptar se partitë politike që i kanë humbur zgjedhjet dëshirojnë që t'ia pamundsojnë fitoren lëvizjes vetëvendosje përkatësisht të pamundsojnë asaj formimin e shumicës në parlamentin e Kosovës, sepse e dinë që roli i tyre është përcaktues. Në anën tjetër, duke parë qëndrimet që kanë minoritarët, ata e kanë parë që kjo situatë është tepër e pavarëshme, sidomos për partitë opozitare. Kryeministri Kurti në anën tjetër, duke e ditur që qeveria nuk do të zgjasë shumë, e ka shumë të vështirë të kapërditshme faktin që të bëj shumë poste ministrore dhe ndoshta të hiq dorë edhe nga posti i kryetarit parlamentit për partnerin potencial të saj, pra televizionit të vendosje nismë socialdemokrate, dhe të gjithë kjo e bën situatën kaq komplekse dhe pothuajse të paharishme së paku për momentin. Si përfundim, për Dora Jeti Merin, Kosova do të ketë një qeveri me Albin Kurti në kryeministër apo jo? Pra, si duken gjasat deri tani?
unë konsideroj që po, por fillimisht duhet të shohim nëse eventualisht do të mund të jetë një shumicë e re për të votuar raportin, dhe kjo do të mund të vijë ditën e veriut kur do të mund të ketë një marrëveshje të shkruar për të dakorduar në mes të palëve. Pra këtë çështja është ndarja e posteve politike në mes të shumicës shqiptare dhe minoritarëve. Ata më gjatë janë kyç në këtë problem të cilën po diskutojmë të tash. Dakor, edhe paralelisht për ta përfunduar me të gjitha zhvillimet të kuvendit e Kosovës, po mbahet një seancë edhe në kuvendin e Serbisë, atje ku kryeministri i ri i mandatuar për të formuar qeverinë po prezantoni vetëm kabinetin qeveritar, por edhe programin e ri i qeverisës, ikën Aleksandar Vulin mes pikpyetjesh të mëdha, nuk do të jetë më pjesë e qeverisë së re të Beogradit, por ndërkohë pjesë e qeverisë, ministër për pakica kombëtare bëhet një shqiptar, Demo Berisha, i cili është një emër i shumë kundërshtuar nga vetë komuniteti shqiptar në Beograd, ka shërbyer në forcat armatosura të Serbisë nga 82-shin në 2005 kur doli në pension, është dekoruar disa herë, ka qenë vazhdimisht i angazhuar në politikë dhe është njëri shumë afër presidentit Vučić. Tani një shqiptar shumë afër Vučićit kundër Kosovës, duke ju referuar madje her pas here si Kosovë e Metohi. Çfarë do të thotë një shqiptar, pjesë e qeverisë Kosovës, ministër i pakicave kombëtare, por kundër Kosovës dhe shqiptarëve? Ju e thatë, çfarë të themi më shumë. Pra, ajo është kundër shqiptarëve dhe nuk i përfason ata. Ndoshta ka qenë e vështirë të gjendet një, por jashtë ka gjetur. Tashmë ai përfason veten me gjas, vetëm veten. Në qeverinë e Serbisë dhe nuk përfason asnjë rrethon shqiptarët atjesh. Dhe nuk përfason as qëndrimin e shqiptarëve që kanë për Kosovën, as për Shqipërinë, dhe asnjë rrethon. Pra thjesht ai përfason vetëm vetveten dhe nuk mund të thirret se është përfaqësues i interesave të shqiptarëve atjesh. Dhe Kosovën sigurisht që as nuk e ul dhe as nuk e ngre një shqiptar në qeverinë e Beogradit. Flas gjithmonë në raportet Kosovë-Serbi. Ok, duket se kam pak vështirësi në përfundim. Zoti Merit, përshëndes dhe të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë. Përshëndes. Ndërkohë Tomo Ravdina kam në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë, çfarë ndodhi në përfundim të seancës. Tomo, reagimet i pam edhe kur ti e quajti një sulm brenda institucioneve të Kuvendit të Kosovës dhe ndaj Republikës së Kosovës. Çfarë ndodh nga sot? Çfarë ndodh nga ky moment? Cilët janë skenarët? Po, Denisa, skenari parë ishte ai që u konsumohet sot në një seancë e cila nuk arriti të sigurojë ose thjesht të kaloj atë verifikimin e mandateve nga Komisioni i Mandateve. Pas të votimit dhe përplasjeve që kanë qenë në Komisionin e Mandateve, pra ku kanë votuar në kuvend 52 vota pro kalimit ose pro procedurës së kalimit e verifikimit të deputetëve, edhe 46 vota të gjithë deputetët opozitës, ka hyrë një krizë ciklike sipas opozitës, ku duhej se kryeministri Kurti dhe qeveria të jepi dorëheqje shumë më herët dhe të gjithë ministrat duhet të jepshin dorëheqje të mos e ktheheshin më në zyrë. Një shkresë e cila ka dërguar në këtë komision nuk ka qenë e qartë dhe sipas opozitës kjo ka qenë shkaku që nuk kanë votuar procedurën për kalimin e verifikimit të mandateve dhe thjesht për të bërë edhe betimin e deputetëve. Tani është mbyll seanca dhe ka shkuar për interpretim pra tek presidenti i vendit, por ne për të analizuar këto dhe çështjet e tjera teknike se si do të operojmë kemi ftuar ekspertin nga KDI, zotin Eugen Cakulli, për të dhënë detaje se si mund të veprojë kuvendi, procedurat dhe si mund të kalojë në këto momente hapat e tjerë. Zoti Cakulli, faleminderit që na dysenin. Ne pam seancën, pam votimet dhe duket që gjithçka ka hyrë në një krizë, po them ligjore, juridike. Çfarë duhet të bëjë tani qeveria ose partia, në këtë rast partia fituese vetëvendosje për të kaluar këtë procedurë, pasi sipas opozitës kjo procedurë nuk u zbatua konkretisht nga qeveria për dhënien e dorëheqjes dhe mandateve. Atëherë, siç ka qenë edhe pritur, partitë opozitare kanë kundërshtuar votimin e raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve, duke qenë se ligjërisht ka pasur papajtueshmëri të mandatit në mes të kryeministrit në detyrë dhe të 15 anëtarëve të tjerë të ekzekutivit, cilët nuk kanë dhënë formalisht dorëheqje, që ka qenë një obligim i tyre ligjor në bazë të ligjit për qeverinë.
dhe rrjedhimisht tashmë jemi në një procedurë pothuajse të bllokadës për shkak se në një anë është e pakuptim që të ketë kërkesë për verifikim apo interpretim nga ana e presidentes, sepse presidentja nuk ofron këshillim ligjor as për kuvendin as për qeverinë dhe ajo tashmë ka thirrur seancën konstitutive. Pra, në bazë të gjykimeve të gjykatës kushtetuese me aq përmbyllet roli i presidentes, rrjedhimisht gjithë hapa tjerë janë thjesht vonesa të panevojshme që për bindjen time janë indikacion se nuk janë numrat e nevojshëm për formimin e ekzekutivit dhe të institucioneve të reja. Opozita tha që krejt opozitës si zoti Krasiqi dhe Xhiku që kjo shkresë duhet që kryeministri mos e kthehet në zyrë. Cila është kjo hap në bazë të ligjit, pasi kemi ligj për qeverinë? A duhet kryeministri të jetë përsëri në detyrë zoti Kurti, të kthehet në zyrë apo ministrat me përjashtim të pozitës së kryeministrit, i cili nuk mund të ketë ushtrues detyre si të tillë, që i bie se efektivisht vetëm ai mund të jetë ende, por që në kuptimin politik e praktik, meqense kemi një zëvendës kryeministër të parë i cili nuk është pjesë e kuvendit, do duhet kishte një lloj kalimi të përgjësive dhe nuk e kuptoj se si është e mundur që dikush që sapo ofroi ndërheqjen formale të shkoj sërish në zyrën nga e cila ka dhënë ndërheqje. Pra, unë besoj në vend kësaj, kuvendi është epiqendra e gjitha diskutimeve. Këtu do duhet të kishim të gjithë deputetët për diskutuar e për gjetur modalitete se si mund të i kalohet mini ngërçi në cilin jemi futur tashmë si vend. Si pas ligjit dhe kushtetutës, si do të përrodhë të raste, që hapa që do të bëjë kuvendi, partit dhe duke përfshirë këtu dhe gjykata kushtetuese nëse përfshihet në këtë interpretim? Unë nuk besoj që do të ketë përfshirje gjykatës kushtetuese, procedurat janë të qarta, tashmë duhet që kryesuesi i seancës, në këtë rast zoti Dehari, si autoriteti ekskluziv për të menaxhuar me mbarvajtjen e kësaj seance, të ftoj një seancë të re, sonte, nesër, por jo më vonë se pas nesër në paradite, për shkak se ky është obligimi i tij ligjor kushtetues. Duhet të ketë përpjekje për ta votuar këtë raport të këtij komisioni për t'i hapur rrugë pastaj edhe çështjes dhe një së betimit dhe zgjedhjes së kryetarit, por që kjo përgjegjësi është vetëm e kryesuesit të seancës e askujt tjetër, aq më pak gjykatës kushtetuese. Sa afat ligjor ka kjo procedurë në bazë të ligjit të kuvendit? Seanca e re duhet thirret brenda 48 ore nga momenti i dështimit apo i ndërprerjes së saj, që i bie jo më vonë se të ejndë, ndërsa fatkeqësisht nuk ka afat brenda së cilit seanca konstituive si e tillë duhet të përmbyllet, e që për të përmbyllur nevojitet që jo vetëm të jepet betimi, por që edhe të votojnë suksesshëm kryetari dhe të pesë kryetarit e kuvendit. Faleminderit shumë. Pra, Denisa, duket që procedura, gjithë ajo debati mes opozitës ka hyrë në një ngjerç teknik ligjor, ku siç duket kjo do të sqarohet dhe do të marrin fund brenda 48 orëve sipas burimit që ka dysjenën. Një seancë e tillë pritet të thërit nesër në mëngjes, por pak minuta më parë dhe kryeministri Kurti ka pasur një status në Facebook, u thënë shumë shpejt do të ketë vendime të tjera, gjithsesi këto janë ato zhvillimet e cilat janë në intensitetin e tyre, por ajo çfarë vlen të theksohet është që tani zoti Kurti ende s'ka atë formatin e 61 deputetëve, por ajo çfarë është dakorduar, zoti Lima do të jetë pjesë e kabinetit të tij të qeverisë së ardhshme, por duhen edhe 3 vota të tjera për të formuar të paktën 61 vota për të dhënë mundësinë që të krijohet qeveria pra Kurti 3. Dakor, megjithatë është shumë interesante ajo që vëreti zoti Cakolli vetëm pak çaste më parë dhe ti mund të na e konfirmosh që pavarësisht të dorëheqjen, zoti Kurti pas seancës konstitutive që dështoi, rikthehet përsëri në zyrën e tij apo jo në kryeministri pra, në godinën e qeverisë. Po, Denisa, pak minuta më parë kryeministri Kurti ka kaluar këtu, ka kaluar dhe ka shkuar drejt zyrës së tij në katën e tretë në serinë e kryeministrisë, pra pasi në bazë të ligjit që është votuar një vit më herët ligjin e ri për qeverisje, i vetmi prej ekzekutivit ka të drejtë kryeministri, por në raste konkrete ja lejon ligji që ai duhet të japin edhe dorëheqjen formale, pra ku rolin e tij mund ta luajë njëri prej zëvendës kryeministër, në këtë rast i takohet zotit Bislimi. Gjithsesi, duket që ajo po ndodh dhe zoti Kurti ka shkthyer në zyrën e tij së bashku me njërin prej kandidatëve që mund të jetë pjesë e kryesuese e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Haxhiu, e cila është përfolur që mund të jetë kryetarja e ardhshme e Kuvendit të Kosovës, nëse zoti Kurti do të ketë mundësi të ketë 62 vota për të formuar qeverinë e re. Flasim për Albulen Haxhiun? Po, ajo është kandidatja e cila është po them është shkuar në për takimet e mbyllura që mund të jetë kandidate për kryetar të kuvendit, pasi ky post nuk është liruar zotit Lima edhe partive të tjera që të transferohet pra nga zoti Kurti tek këto parti,
por janë ofruar 3 poste ministrore të Limaj dhe dikasteret e tjera të cilat janë dakorduar, po ende janë detajuar, janë bërë publike se cilat saktësisht, po këto janë ato bisedimet që janë zhvilluar brenda vonë mes zotit Kurti dhe zotit Limaj, ku ky takim ka qenë për më shumë se 2 orë në një ambient të periferisë të Prishtinës, ku kanë diskutuar këto çështje teknike, ku i ka ofruar pra zoti Kurti një partneritet të gjatë zoti Limaj sa i përket edhe zgjedhjeve lokale të cilat do të zhvillohen në fund vjeshtën e këtij viti. Dakor, falenderoj shumë për raportimin dhe për gjitha detajet që na soll edhe për prapaskenat pas seancës së sotme. Nëse do të ketë takime, dialog apo informacione të reja, do të rilidhemi përsëri. Ishte Tomoravdia. Ndërkohë ndalemi kaq shkurtimisht publicitet, rikthehemi pas pak edhe me të tjera zhvillime të ditës. Ju përsollëm live minut pas minuti zhvillimet nga Prishtina zyrtare.